Shiu rah te xhamat e dritares me një ritëm të përsëritur, monoton, pothuajse hipnotizues. Në dhomën e vogël të shtëpisë së vjetër, në periferi të qytetit, Lena ishte ulur në skajin e shtratit, me duart e mbërthyera fort në prehrin e saj tashmë të rrumbullakosur. Zemra i rrahte kaq fort sa e dëgjonte tingullin e saj në vesh. Një tingull që përzihej me zhurmën e shiut dhe hapat që po afroheshin nga korridori. Artan hyri në dhomë. Fytyra e tij ishte e ftohtë, e largët, pothuajse e panjohur. Ai nuk e shikoi në sy. Në vend të kësaj, filloi të mblidhte rroba nga dollapi me lëvizje të shpejta, nervoz. Lena e ndikte çdo lëvizje të tij me shikimin, duke tentuar të lexonte në gjeste ato që fjalët nuk po ja thoshin. Artan, filloi ajo, por zëri dolli i thyer, i mbushur me frikë. Çfarë po bën? Ai nuk u përgjigj menjëherë. Vazhdoi të hidhte rroba në një çantë udhëtimi, duke shmangur kontaktin e syve. Heshtja që mbretëronte në dhomë ishte më e fortë se çdo fjalë që mund të thuhej. Ishte një heshtje që e gërrynte shpirtin e Lenës si një acidi ngadalt. Artan, të lutem, fol me mua. Zëri saj tani ishte më i fortë, më i dëshpëruar. Po ndodh diçka. Di që po ndodh diçka. Fol me mua. Ai ndaloi për një çast. Duart i dridheshin teksa mbante një këmishë të palosur. Pastaj, pa u kthyer, tha fjalët që do ta shkatërronin botën e Lenës. Nuk mund të vazhdoj më kështu. 5 fjalë. Vetëm 5 fjalë, por secila prej tyre goditi si një thik në zemër. Lena u ngrit në këmbë, duke mbështetur një dorë në murin pranë për të mos humbur ekuilibrin. Çfarë do të thuash? Pyeti ajo, megjithse një pjesë e saj tashmë e dinte përgjigjen. Artan mbylli çantën me një zë të ashpër. Më në fund u kthye dhe e shikoi, por në sytë e tij nuk kishte dashuri, as pendim. Kishte vetëm lodhje dhe vendosmëri të ftohtë. Do të them që po largohem, Lena. Nuk jam gati për këtë, për gjithë këtë. Ai i hodhi një vështrim të shpejt barkut të saj. Për fëmijën, për përgjegjësitë, për gjithçka. Fjalët e tij ishin sigur që binin një nga një në ujin e qetë të një liçeni, duke krijuar valë që shpërndaheshin në të gjitha drejtimet. Lena ndjente se po fundonte në ato valë. Por ne bëm plane, tha ajo me një zë të kërcënuar. Ti më the që do të jemi bashk, që do të arritim këtë fëmijë së bashku. Ti më premtove, Artan. Njerëzit ndryshojnë mendje, tha ai me një indiferencë që ja bëri Lenën të ndjente se po fliste me një të huaj. Unë nuk mund ta bëj këtë. Jam shumë i ri. Kam ëndra. Kam gjëra që dua t'i bëj me jetën time. Një fëmijë do të më shkatërronte gjithçka. Dhe unë? Zëri saj tani ishte vetëm një përshpëritje e dhëmshme. Çfarë do të ndodh me mua? Me ne? Artan mori çantën dhe u drejtua drejt derës. Për një moment, duket se nguroi. Dora e tij qëndroi në dorezën e derës, por nuk e ktheu. Pastaj, pa u kthyer, tha: Ti do të kujdesesh. Ti je e fortë, më fort se sa mendoj që je. Dhe me këto fjalë, ai u largua. Hapi derën, doli në korridorin e errët dhe zhduku. Lena e dëgjoi derën e përparme të shtëpisë duke u mbyllur me një zhurmë që jehoi në tërë banesën bosh. Pastaj, heshtje. Një heshtje absolute, e thellë, e dhimbshme. Ajo u rrëzua përsëri në shtrat duke mbuluar fytyrën me duar. Për lotët nuk erdhën. Ishte sikur dhimbja ishte aq e madhe, sa trupi i saj nuk dinte si ta shprehte. Qëndroi atje, në errësirë, duke dëgjuar shiun që vazhdonte të rrahte xhanat, duke menduar për atë që sapo kishte ndodhur. Artan kishte ikur. Burri që ajo kishte dashur, që kishte premtuar të qëndronte pranë saj, kishte ikur duke e lënë të vetme me një fëmijë në bark dhe një të ardhme të pasigurt para syve. Javët që pasuan ishin më të vështira në jetën e Lemës. Çdo mëngjes, zgjohej me një ndjenjë boshllëku në gjoks, një boshllëk që askush dhe asgjë nuk mund ta mbushte.
Shtëpia që dikur kishte qenë e mbushur me të qeshura dhe plane për të ardhmen, tani ishte e heshtur, e ftohtë, pothuajse e huaj. Ajo mundohej të vazhdonte jetën. Çdo mëngjes ngrihej, bënte dush, vishej dhe dilte të përballonte botën. Por brenda saj, diçka ishte thyer. Diçka thelbësore kishte plasur në atë natë kur Artani kishte mbyllur derën pas vetes, dhe ajo nuk e dinte se si ta riparonte. Nëna e saj, Vjollca, ishte e vetmja që i qëndroi pranë. Një grua e moshuar, me duar të vrazhdëta nga vitet e punës së rënd, por me zemër të butë dhe të mbushur me dashuri. Ajo erdhi të jetonte me Lenën kur mësoi për situatën. Vajza ime, i kishte thënë Vjollca atë ditë, duke e mbajtur Lenën në krah ndërsa ajo më në fund kishte lëshuar të gjitha lotët që kishte mbajtur brenda. Ti nuk je vetëm. Kur nuk do t'jesh vetëm. Unë jam këtu. Do të ndihmoj të rritësh këtë fëmijë. Do ta bëjmë bashk. Por edhe dashuria e nënës së saj nuk mund ta shlynte dhimbjen e tradhtisë që Lena ndjente. Çdo herë që shikonte në pasqyrë dhe shihte barkun e saj që rritej, ajo nuk mund të mos mendonte për Artanin. Ku ishte ai tani? A mendonte ndonjëherë për të? A e pendonte vendimin e tij? Natën, kur qetësia e shtëpisë bëhej pothuajse e padurueshme, Lena shpesh ulej pranë dritares dhe shikonte yjet. Ajo fliste me fëmijën që mbante në bark, duke i përshpëritur fjalë ngushëlluese. Nuk do të kesh një baba, thoshte ajo me zë të butë, duke fërkuar barkun në mënyrë qetësuese. Por do të kesh mua dhe gjyshen tënde, dhe do të dua aq shumë sa nuk do të mungoj kur gjë. Premtoj. Ajo nuk e dinte se po e besonte veten kur thoshte këto fjalë, por i thoshte përsëri e përsëri, sikur përsëritja e tyre mund t'i bënte të vërteta. Muajt kalonin ngadalë. Vera u shndrua në vjesht dhe pastaj në dimër. Lena vazhdonte të punonte në dyqanin e vogël të rrobave, ku kishte punuar edhe përpara, por bëhej gjithnjë me vështirë. Këmbët i ënjteshin, shpina i dhembte dhe lodhja ishte konstante. Por ajo nuk u ankua kurrë. Kishte një vendosmëri të heshtur brenda saj, një forcë që as vetë nuk e dinte se e kishte. Një ditë të ftohtë të dhjetori, teksa Lena po ecste nga puna drejt shtëpisë, pa një qift të ri që ecte para saj. Burri mbante dorën e gruas dhe ajo po qeshte për diçka që ai kishte thënë. Ishin të lumtur, të paraboj, të zhytur plotësisht në botën e tyre të vogël. Lena i shikoi për një moment dhe një dhimbje e mpret goditi zemrën e saj. Ajo dhe Artan kishin qenë ashtu dikur. Kishin ecur në këtë rrugë duke mbajtur duar, duke bërë plane për të ardhmen. Kishte qenë aq e sigurt që ai ishte njeriu i saj, që të qëndronin bashkë për gjithmonë. Por jeta nuk shkon gjithmonë sipas planeve. Dhe Lena po mësonte këtë mësim në mënyrën më të vështirë të mundshme. Kur arriti në shtëpi atë mbrëmje, nëna e saj e priti me një pjatë supë të nxehtë dhe një buzëqeshje të butë. Si ishte dita? Pyeti Vjollca, duke ja vënë supën fara. Si çdo ditë tjetër, u përgjigj Lena duke ulur në tavolinë me lodhje. Vjollca e shikoi me kujdes. Ajo e njihte vajzën e saj më mirë se kushdo tjetër. Mund të lexonte dhimbje në sytë e saj, pavarësisht se sa shumë mundohej Lena ta fshihte. Ai nuk ja vlen, tha Vjollca papritur. Kush? Artan. Ai nuk ja vlen që ti ta mendosh më. Ai bëri zgjedhjen e tij dhe ti duhet të bësh të tyjen. Lena nuk tha asgjë. Ajo e dinte që nëna e saj kishte të drejtë, por ishte më e lehtë ta thoje se sa ta bëje. Fëmia që po vjen, vartoi Vjollca, duke vendosur dorën mbi barkun e Lenës. Do t'jetë më e mira gjë që t'ka ndodhur ndonjëherë. Do ta shohësh, dhe një ditë do t'jesh e mirënjohur që ai iku, sepse tregoi se kush ishte vërtet përpara se t'ishte shumë vonë. Lena donte t'i besonte. Donte të besonte që gjithçka do t'i ishte mirë, që do të arrinte ta kalonte këtë. Por frika e panjohur ishte gjithmonë atje, një hije konstante që e ndiqte kudo që shkonte. Natën vonë kur Vjollca kishte shkuar të flinte, Lena qëndroi zgjuar në dhomën e saj. Ajo nxori një fletore të vjetër që kishte mbajtur fshehur në një sirtar dhe filloi të shkruante.
Ishin fjalë që nuk do t'ja thoshte kur askujt me zë të lartë, mendime që ishin shumë të dhimbshme për t'u ndarë. E dashur e ardhmja ime e vogël, unë nuk e di se çfarë të them sonte. Ndonjëherë ndihem e fortë, e gatshme për të bërë ballë çdo gjëje që do të vi. Dhe ndonjëherë ndihem aq e thyeshme sa mendoj se do të coptohem në çdo çast. Babai yt u largua. Ai nuk deshi të ishte këtu për ty, për ne. Dhe kjo më dhemb më shumë se ç'mund të imagjinosh. Por premtoj që unë nuk do të braktis kurrë. Sa do e vështirë të jetë, sa do e lodhur të jem, do të jem këtu, gjithmonë. Nuk e di çfarë lloj nëne do të jem, nuk e di nëse do të jem e mjaftueshme, por do të përpiqem. Zoti di se do të përpiqem me gjithçka që kam. Me dashuri, nëna jote. Ajo mbylli fletoren dhe vuri përsëri në sirtar. Pastaj u shtri në shtrat duke mbaqur barkun me të dy duart dhe u përpoq të flinte. Por gjumi erdhi me vështirësi atë natë, ashtu si kishte ardhur çdo natë që nga momenti kur Artan kishte ikur. Kur erdhi koha, erdhi me një forcë që Lena nuk e kishte pritur. Ishte një mbrëmje e fundit të janarit dhe bore e madhe kishte filluar të binte në qytet. Nëna e saj po gatuante darkë kur Lena ndjei dhimbjen e parë, një ngërç të fortë që e kapi pa pritmas dhe bëri të mbështetej në murin më të afërt. "Nën", thiri ajo duke mbajtur barkun. Vjollca u kthye menjëherë dhe kuptoi. Fytyra e saj u bë serioze, por e qetë. Ajo kishte kaluar nëpër këtë 2 herë në jetën e saj dhe e dinte çfarë duhet bërë. "Çanta është gati?" pyeti ajo shpejt. Lena tundi kokën, duke u përpjekur të merrte frymë nëpërmjet dhimbjes. "Atëherë hajde, po shkojmë në spital, tani." Udhëtimi drejt spitalit ishte i errët, i largët, pothuajse surreal. Lena mbante dorën në nënës së saj duke e shtrënguar kaq fort sa thonjtë t'i hynin në lëkurë. Dhimbjet vinin me val, secila më e fortë se e para, derisa bëhej e vështirë të mendonte për gjë tjetër përveç momentit të ardhshëm. Në spital, gjithçka ndodhi aq shpejt. Infermierët e çuan në një dhomë, doktorët dhe mamisa erdhan e shkuan, dhe Vjollca qëndroi gjithë kohën pranë saj, duke mbajtur dorën e saj, duke i përshpëritur fjalin kurajuese. "Ti je e fortë, vajza ime. Mund ta bësh këtë. Vetëm pak më shumë." Orët kaluan. Dhimbja ishte padurueshme në momente dhe Lena dukej si të kishte humbur kontrollin mbi trupin e saj. Por pastaj, në kulmin e dëshpërimit të saj, kur mendonte se nuk mund të duronte më, dëgjoi një tingull që e ndryshoi gjithçka. Një britëm, e vogël, e fortë, e plot jetë. Dhe pastaj, mamia ja solli. Një tuftë të vogël të mbështjell në një batanie të bardhë. Lena e shikoi për herë të parë dhe bota ndaloi së lëvizuri. Ishte një vajzë, e vogël, me lëkurë rozë dhe sy të mbyllur fort, me një kaçurrel të hollë flokësh të zeza në kokë. Ishte e përsosur, tërësisht, absolutisht e përsosur. "Urime", the mamia me një buzëqeshje të butë. "Është një vajzë shëndetshme." Lena e mori fëmijën në krah, duke u kujdesur të ishte aq e butë sa të mundej. Për një moment, nuk mund të fliste. Lotët rrjedhin lirë shumë tani, por ishi lloj tjetër lotësh. Jo dhimbje, por befasi, dashuri, mrekulli. "Mirë se erdhe", përshpëritja ajo, duke puthur ballin e vogël. "Më në fund je këtu." Nëna e saj qëndroi pranë, me lot në sy edhe ajo. "Si do ta quash?" Lena nuk kishte menduar shumë për këtë. Kishte qenë aq e zënë me shqetësimin për gjithçka tjetër, sa nuk kishte pasur kohë të zgjedhte një emër. Por tani, duke shikuar fytyrën e vogël në krahët e saj, një emër erdhi natyrshëm. "Sara", tha ajo. "Do ta quaj Sara." Vjollca buzëqeshi në përlot. "Është emër i bukur. Sara është e përsosur." Atë natë, teksa Lena qëndroi në shtratin e spitalit me Sarën të fletur në krah, ajo ndjeu diçka që nuk e kishte ndjer prej muajsh. Shpresë. Ishte një shpresë e vogël, e brisht, por ishte atje. Dhe për momentin, ishte e mjaftueshme. Jeta nuk do të ishte e lehtë. Ajo e dinte këtë.
Por duke shikuar vajzën e saj, duke e ndjerë ngrohtësinë e trupit të saj të vogël kundër të sajt, Lena e dinte gjithashtu diçka tjetër, se do ta arrinte. Për Sarën, do ta arrinte çfarëdo. Vitet kalonin dhe Sara arritej shpejt. Çdo ditë solli diçka të re. Një buzëqeshje të parë, fjalën e parë, hapat e parë. Lena dokumentoi gjithçka në mendjen e saj, duke ruajtur çdo moment si një thezar. Ishin vetëm ato të dyja, dhe Vjollca sigurisht, por disi ishte e mjaftueshme. Sara ishte një fëmijë e gjallë, plot energji dhe kuriozitet. Prej ditëve të para, ajo dukej se donte të kuptonte botën përreth saj, të eksploronte çdo cep të shtëpisë, të bënte pyetje për gjithçka që shihte. Lena i donte këto cilësi tek ajo, edhe kur ishin lodhshme. "Nën, pse qielli është blu?" pyeste Sara një ditë ndërsa ato ecnin në park. "Sepse dielli e ngjyros kështu," u përgjigj Lena me një buzëqeshtje. "Por pse dielli e zgjedh blun? Pse jo të kuqe apo të gjelbër?" Lena qeshi. Këto janë pyetje shumë të mëdha për një vajzë kaq të vogël. Por ajo gjithmonë u përpoq të përgjigjej, edhe kur nuk e dinte përgjigjen e vërtet. Donte që Sara të dinte që pyetjet e saj ishin të rëndësishme, që kurioziteti i saj ishte diçka për t'u festuar. Nëna e saj, Vjollca, ishte një prezent konstante në jetën e tyre. Ajo ishte ajo që kujdesej për Sarën kur Lena ishte në punë, ajo që i tregonte për ralla para se të flinte, ajo që e mësonte të luante lojra tradicionale që kishte luajtur edhe Lena kur ishte fëmijë. Sara e adhuronte gjyshen e saj, dhe lidhja midis tyre ishte thellë dhe e bukur. Por pavarësisht nga dashuria që e rrethonte, Sara shpesh bënte një pyetje që e bënte Lenën të ngrinte zemrën çdo herë. "Nën, ku është babai im?" Herën e parë që e bëri këtë pyetje, Sara kishte vetëm 4 vjeç. Ato ishin në park dhe Sara kishte parë një baba që po luante me vajzën e tij, duke e ngrirë lart në ajër dhe duke e bërë të qeshte. Sytë e Sarës ishin ngjitjen tek ata, dhe pastaj u kthyen te Lena me një kuriozitet të pafajshëm. Lena kishte menduar për këtë moment për vite. Kishte përfituar se si do t'i përgjigjej, çfarë do t'i thoshte, por tani që kishte ardhur, fjalët dukeshin të pamjaftueshme. "Baba i yt, ai nuk është këtu zemra ime," tha ajo më në fund duke u përpjekur të mbante zërin e qetë. "Por pse? Ku është?" Ai ka jetën e tij tjetër, diku larg. Por pse nuk vjen të më shoh?" Kjo pyetje, kaq e thjesht, kaq e drejt për drejt, e goditi Lenën si një goditje në stomak. Si mund t'ja shpjegonte një fëmijë 4 vjeçare që babai i saj kishte zgjedhur të mos ishte pjesë e jetës së saj, sa ai kishte ikur përpara se ajo të linde dhe nuk kishte kthyer kokën prapa. "Ndonjëherë njerëzit bëjnë zgjedhje që ne nuk i kuptojmë," tha Lena më në fund duke zgjedhur fjalët me kujdes. "Por çfarë di unë me siguri është që ti ke mua dhe gjyshen tënde, dhe ne të duam aq shumë sa mund të plotësojmë çdo hapësirë." Sara e shikoi për një moment, pastaj nisi kokën. "Është në rregull," tha ajo me atë pranuesi të thjeshtë që kanë fëmijët. "Ti je nëna më e mirë në botë." Dhe me këto fjalë, ajo vrapoi përsëri drejt lojrave, duke lënë Lenën të qëndronte atje me lot në sy. Ndërsa Sara ritej, pyetjet për babain e saj u bën më rrallë. Ajo dukej se pranonte situatën, ose të paktën mësoi të mos pyeste më. Por Lena e dinte që pyetja ishte gjithmonë atje, një farë në mendjen e vajzës së saj, që do të rritej me të. Sara ishte një nxënëse e shkëlqyer në shkollë. Mësueset vinin shpesh te Lena për të komentuar se sa inteligjente ishte, sa punëtore, sa sjellshme. "Vajza juaj është e veçantë," i than një ditë. "Ajo ka diçka që rrallë e sheh, një përcaktim, një qëllim që shumë fëmijë nuk e kanë." Lena ishte krenare, por ajo gjithashtu shqetësohej. Apo vendoste Sara presion të madh mbi veten për të qenë e përsosur? Apo mundohej të kompensonte për mungesën e babait të saj duke qenë më e mirë, më e sjellshme, më e fortë? Një natë, kur Sara kishte 10 vjeç, Lena e gjeti duke qarë në dhomën e saj. Ishte një shtrëngim i rënd i zemrës ta shihte vajzën e saj kaq të shqetësuar. "Çfarë ndodh zemra ime?" pyeti Lena duke u ulur pranë saj në shtrat. Sara fshiu syt duke u përpjekur të ndalonte lotët. "Asgjë, jam mirë." "Nuk jam mirë, mund të më thuash, çfarëdo që është?"
Sara heshti për një moment. Pastaj, me një zë të vogël tha: "Sot në shkollë kishim një projekt ku duhej të sjellnim fotografi të familjes son. Dhe të gjithë kishin fotografi me nënën, baban, vëllezrit, motrat. Dhe unë kisha vetëm ty dhe gjyshen. Dhe një vajzë më pyeti ku ishte babai im. Dhe unë nuk dija çfarë të thoja." Zemra e Lenës u coptua. Ajo e tërhoqi Sarën në krah, duke e mbajtur fort. "Më vjen keq që kështu ndjen," tha ajo but. "E di që është e vështirë, por dua që të dish diçka. Një familje nuk përcaktohet nga numri i njerëzve në të, përcaktohet nga dashuria, dhe ti ke aq shumë dashuri rreth teje. Kaq shumë." "E di," tha Sara, duke e varur kokën në gjoksin e nënës së saj. "Por ndonjëherë ende dua ta di, pse ai nuk më deshi sa të qëndronte?" Dhe kjo ishte pyetja që Lena nuk kishte përgjigje për të. Ajo vete kishte pyetur veten këtë mijëra herë. Çfarë kishte qenë aq e keqe te ajo, te situata e tyre, sa Ertani kishte zgjedhur të largohej? A kishte qenë aq e frikshme perspektiva e prindrimit, apo kishte qenë thjesht një friksak? "Ndonjëherë njerëzit nuk janë gati për dashurinë që u ofrohet," tha Lena, duke fërkuar shpinën e Sarës. "Ndonjëherë janë shumë të friksuar, shumë të pjekur, dhe kjo nuk është faji jot. Kur mos mendoj që është faji jot?" Sara bondi kokën, por Lena mund të ndjente tensionin në trupin e saj. E dinte që kjo do të ishte një betejë e gjatë. Ti ndihmonte Sarës të kuptonte që mungesa e babait të saj nuk ishte për shkak të saj. Vitet vazhduan të kalonin. Sara e hyri në gjimnaz, pastaj në shkollën e mesme të sipërme. Ajo mbeti një nxënëse e shkëlqyer, por ajo gjithashtu filloi të zhvillonte një pasion për drejtësi. Shihte pa drejtësi në botë dhe donte t'i ndreqte ato, donte ta bënte botën më të mirë. "Dua të studioj juridik," I tha ajo Lenës një ditë gjatë vitit të saj të fundit të shkollës së mesme. "Dua të bëhem avokate. Dua të ndihmoj njerëzit që nuk mund të mbrojnë veten e tyre." Lena ishte krenare, por edhe shqetësuar. Studimet juridike ishin të shtrenjta dhe ato nuk kishin pare të mëdha, por ajo nuk e tha këtë me zë të lartë. Në vend të kësaj buzëqeshi dhe tha: "Atëherë do të bëjmë atë realitet, së bashku." Sara fitoi një bursë të pjesshme për universitetin, dhe Lena mori një punë të dytë për të mbuluar pjesën tjetër. Ishin kohë të vështira, por ato nuk u ankuan kurrë. Sara studionte me zell, duke punuar më shumë se kushdo që Lena kishte njohur ndonjëherë. Gjatë vitit të saj të parë, Sara jetonte në konvikt, por vinte në shtëpi çdo fundjavë. Ato ishin momentet më të mira të javës për Lenën, kur dëgjonte Chelsea në derë dhe e shihte Sarën duke hyrë, me çantën e rënë në shpinë dhe një buzëqeshje në fytyrë. "Si është universiteti?" pyeste gjithmonë Vjollca, që tani ishte moshuar dhe lëvizte më ngadalë, por ende plot dashuri dhe kuriozitet. "I mrekullueshëm," përgjigjej Sara, duke ulur në tavolinë ku gjyshja e saj kishte përgatitur gjithmonë ushqimin e saj të preferuar. "Po mësoj aq shumë, profesorët janë të shkëlqyer dhe lëndët janë sfidues, por pikërisht kështu ndoja." Lena e dëgjonte duke folur për rastet që ishin duke studiuar, për konceptet juridike që po zotëronte, dhe ndjente një krenari të thellë që dukej se do ta shpërthente. Vajza e saj po bëhej gruaja jashtëzakonshme që gjithmonë kishte ditur që do të bëhej. Por kishte momente kur Sara bëhej i heshtur, kur një hije kalonte në fytyrën e saj. Lena njihte atë shprehje. Ishte e njëjta që kishte parë në pasqyrë për vite. Ishte pesha e pyetjeve të papërgjigjura, e një boshllëku që nuk mund të mbushej plotësisht, sado shumë dashuri të kishte përreth. Një natë kur ishin vetën në kuzhinë, Sara I tha diçka që e befasoi Lenën. "Nën, a e di se ku është ai?" Nuk kishte nevojë të sqaronte kë kishte fjalën. Lena e dinte. "Jo," u përgjigj ajo sinqerisht. "Nuk e di, nuk kam pasur asnjë kontakt me të që nga jo not kur iku." Sara ul në si kokën, duke shikuar në filçanin në çaj të saj. "Ndonjëherë pyetem si do të ishte të takoja, çfarë do t'i thoja, nëse do të doja të dija përgjigjet, apo nëse do të ishte më mirë të mos dija asgjë." "Mund të kërkosh ta gjesh nëse dëshiron," tha Lena but, megjithse fjalët I dhembën të dalin. "Nuk do të mërzitem, do ta kuptoja." Sara e shikoi, dhe në sytë e saj kishte diçka të thellë, të pjekur. Jo akoma. Kam gjëra që dua t'i arrijë së pari, dhe nuk dua që ai të jetë arsyeja që po bëj gjëra. Dua t'i bëj për mua, për ty, për gjyshen.
jo për t'i vërtetuar diçka dikujt që zgjodhi të mos jetë këtu. Lena shtrëngoi dorën e saj në përtryez. Je kaq e fortë, kaq e zgjuar. Mësova nga më e mira, tha Sara me një buzëqeshje të vogël. Vitet e universitetit kalonin me shpejtësi. Sara shkëlqeu në studimet e saj, duke marrë nota të larta dhe duke fituar respektin e profesorëve të saj. Ajo bëri praktik në disa firma juridike gjatë verëve, duke fituar përvojë dhe duke ndërtuar rrjetin e saj profesional. Por gjithmonë, në pjesën e pasme të mendjes së saj, ekzistonte ajo pyetje: ku ishte babai i saj? Çfarë lloj njeriu ishte tani? A mendonte ndonjëherë për të? Në vitin e saj të fundit të universitetit, Sara mori një vendim. Ajo do të kërkonte për Artanin. Jo për të takuar me të, jo ende, por për të ditur, për të pasur përgjigje. Kaloi javë duke kërkuar online, duke kontrolluar rrjetet sociale, duke pyetur njerëz që mund ta kishin njohur. Dhe më në fund e gjeti. Artan Maloku tani jetonte në qytetin Fqinj, një vend jo shumë i largët nga vendi ku I kishte braktisur ato. Kishte një biznes të vogël, një kompani konsulence që kishte pasur sukses modest. Kishte një profil në rrjetet sociale, ku postonte për punën, për udhëtimet, për hobit e tij. Por në asnjë prej fotove nuk kishte fotografi familjare, dukej se jetonte vetëm. Sara e studioi profilin e tij për orë të tëra. Ky ishte burri që e kishte braktisur nënën e saj. Ky ishte babai I saj që nuk e kishte njohur kurrë. Në fotografi duke I zakonshëm, një burr në të 50-tat e hershme, me flokë që fillonin të thinjin, me një fytyrë që kishte vijat e kohës dhe stresit. Nuk dukej si një monster, nuk dukej si dikush që do të braktiste familjen e tij. Por Sara e dinte që ndonjëherë njerëzit më të zakonshëm në pamje bënin gjërat më të dhimbshmet. Ajo nuk I tha nënës së saj për këtë. Jo ende. Së pari, kishte diçka tjetër që donte ta bënte. Pas diplomimit, Sara u pranua në disa firma juridike prestigjioze. Ajo zgjodhi një që specializohej në të drejtën e biznesit, dhe e bëri këtë zgjedhje për një arsye specifike. Kishte zbuluar që Artan kishte nevojë për shërbime juridike për kompaninë e tij. Ishte duke u përballur me disa çështje kontraktuale që kërkonin ekspertizë. Sara aplikoi për të punuar drejt për drejti në rastin e tij. Dhe për fat të saj, ajo e mori rastin. Ditën kur e takoi për herë të parë, ishte një ditë vjeshte, e qetë dhe me diell. Sara hyri në zyrën e tij duke mbajtur një dosje me dokumente, e veshur profesionalisht në një kostum të zezë, me flokët të mbledhura në një bisht të thjeshtë. Zemra I rrathe kaq fort sa mendonte se të gjithë në zyrën mund ta dëgjonin. Artani u ngrit nga tavolina e tij kur ajo hyri. Ju duhet jeni zonja Dervishi, avokate e re nga firma. Mirë se vini. Sara e shtrëngoi dorën e tij, duke përpjekur të mbante fytyrën neutrale. Kjo ishte hera e parë që prekte babain e saj. Dora e tij ishte e fortë, por e butë. Një dorë që nuk ishte punuar kurrë fizikisht. Një dorë që nuk e kishte mbajtur kurrë atë kur ishte fëmijë. Faleminderi që mpritët, tha ajo me një profesionalizëm që e befasoi edhe vetë. Jam këtu për të diskutuar çështjen tuaj kontraktuale. Gjatë orëve të ardhshme, ata diskutuan për biznesin e tij, për problemet që po përballej, për zgjidhjet e mundshme. Artan flishte me pasion për kompaninë e tij. Ishte qartë që ajo ishte gjëja më e rëndësishme në jetën e tij. Sara e dëgjoi me vëmendje, duke bërë shënime, duke bërë pyetje inteligjente. Por gjithë kohën, një pjesë e saj po e vrojtonte atë në një nivel më të thellë. Kush ishte ky njeri vërtet? Çfarë lloji personi ishte? Ndërsa takimet vazhduan gjatë javëve të ardhshme, Sara filloi të kuptonte më shumë për të. Artani ishte I suksesshëm në biznes, por kishte paguar një çmim. Ai punonte orë të gjata, shpesh deri vonë në natë. Nuk kishte familje dhe miqtë e tij dukeshin të kufizuar. Jetonte në një apartament modern, por të ftohtë, pa gjurmë së ngrohtësisë personale. Një ditë, gjatë një pushimi nga një takim I gjatë, Artani I ofroi një kafe Sarës. Merreni si kompliment, tha ai me një buzëqeshje. Zakonisht nuk e bëj këtë për avokatet e mi. Faleminderit,
tha Sara duke marrë filxhanin. Ata qëndronin në heshtje për një moment. Pastaj Artani foli. Keni diçka, nuk e di. Ka diçka në stilin tuaj të punës që më kujton mua kur isha më i ri. Vendosmëri, fokus. Mund të them që do të shkoni larg në këtë profesion. Shpresoj, tha ajo. Kam punuar shumë për të arritur deri këtu. Familja juaj duhet jetë krenare, tha ai rastësisht. Këto fjalë e goditën Sarën si një shpufi. Ajo e shikoi, duke u përpjekur të mbante emocionet larg fytyrës së saj. Po, ata janë, tha ajo më në fund. Nëna ime veçanërisht. Ajo sakrifikoi shumë për mua. Diçka kaloi nëpër fytyrën e Artanit. Një hije e paqartë, një çast të reflektimi, por kaloi shpejt. Është mirë kur ke mbështetje familjare, tha ai. Unë nuk isha shumë prej kësaj kur isha duke u rritur. Mbase prandaj u fokusova aq shumë në karrierën time. Sara ndjeu një rëqethe të ftohtë përmes shpine. Apo justifikonte ai zgjedhjet e tij? Apo përpiqej të jepte vetes arsye për atë që kishte bërë? Çfarë të bën të ndihesh i lumtur? Pyeti ajo papritur. Artiano befasua nga pyetja. Nuk më është bërë kjo pyetje prej shumë kohësh. Puna, supozoj. Të kesh sukses, të arrish qëllime. Jo familja? Miqt? Lidhjet njerëzore? Ai heshti për një moment. Supozoj se sakrifikova këtë pjesë të jetës ime. Bëra zgjedhje kur isha i ri që ndikua në rrugën time dhe tani jam vetëm unë dhe puna. Kishte diçka të trishtuar në zërin e tij, por gjithashtu një pranimëri. Ai kishte bërë një zgjedhje dhe tani jetonte me pasojat. Sara ndjeu diçka komplekse, një përzierje inati, mëshire dhe kureshtje. Ky njeri kishte braktisur nënën e saj dhe atë vet para se ajo të linte. Por tani, vite më vonë, dukej si një njeri vetmuar që kishte arritur suksesin profesional, por kishte humbur gjithçka tjetër. Ajo filloi të punonte edhe më afër me të. Bëhej jo vetëm avokati e tij, por në një farë mënyre një këshilltare. Artian filloi t'i besonte asaj, të kërkonte opinionit e saj jo vetëm për çështjet juridike, por edhe për vendime biznesi. Jeni aq i zgjuar, tha ai një ditë. Më befason se sa shpejt i kuptoni gjërat. Jam mësuar të zbuloj gjërat shpejt, tha Sara. Nëna ime më mësoi se duhet të jesh i pavarur, të mbështetesh në veten tënde. Ajo tingëllon si një grua e jashtëzakonshme, tha Artian. Është, tha Sara, duke shikuar drejt për drejt në sy. Më e jashtëzakonshme që ka ekzistuar ndonjëherë. Ndërsa muajt kaluan, Sara vijoi të punonte për Artianin. Ajo e ndihmoi ta zgjidh problemin e tij juridik dhe kompania e tij u stabilizua. Ai ishte i mirënjohur dhe marrëdhënia e tyre profesionale u bë edhe më e fortë. Por gjithkohën Sara po grumbullonte kurajo për atë që donte të bënte më pas. Ajo donte ta përballonte atë. Donte t'i thoshte se kush ishte dhe donte ta detyronte ta përballonte atë që kishte bërë. Dita kur Sara vendoshi ta tregonte të vërtetën, ishte një ditë të ftohtë dimri. Bora kishte filluar të binte përsëri, duke mbuluar qytetin me një mbulesë të bardhë të pastër. Ato ishin në zyrën e Artianit, duke përfunduar një takim të fundit. Çështja e tij juridike ishte zgjidhur dhe puna e Sarës ishte plotësisht e kryer. Ishte koha e përshëndetjes, e kalimit tutje. Por Sara nuk ishte gati të kalonte tutje. Jo pa e bërë këtë. Zoti Maloku, filloi ajo duke mbyllur dosjen para saj. Ka diçka që duhet ju them përpara se të largohem. Sigurisht, çfarë është? Sara mori një frymë të thellë. Zemra i rahte kaq fort sa mendonte se do të shpërthente. Por kishte pritur për këtë moment prej muajsh. Nuk mund të zmbrapsej tani. Emri im i plot është Sara Morina, tha ajo ngadalë. Nëna ime quhet Lena Morina. Për një moment, Artan nuk reagoi. Emrat dukeshin sikur nuk i tregonin asgjë. Por pastaj, ngadalë,
Diçka filloi të ndriçonte në sytë e tij. Një njohje, një kujtim i vjetër që po ngrihej nga thellësitë e mendjes së tij. Lena? Përsëriti ai, sikur po e shijonte emrin, duke u përpjekur të kuptonte, pse duke i njohur. Po, tha Sara, duke mbajtur zërin e saj të qëndrueshëm, megjithse dridhej nga brenda. Lena Morina, gruara që e braktisët 26 vjet më parë kur ishte shtatzën me mua. Heshtja që vendos në dhomë ishte absolute. Artan ngriu në karriken e tij, fytyra e tij u bë e bardhë dhe goja e tij u hap pak, por nuk doli asnjë fjalë. Jo, kjo nuk mund të jetë e vërtet, mërmëriti ai. Është e vërtet, tha Sara, dhe tani lotët filluan të binin, por ajo nuk i fshiu. Jam fëmia që ti nuk deshe, që ti braktise përpara se të lindja, që ti nuk e njohe kurrë. Artan u ngrit në këmbë, por pastaj ul përsëri, sikur këmbët nuk e mbanin dot më. Ai vuri duart në kokë, duke shikuar tavolinën me një shprehje shoku dhe pabesimi. Jo, kjo nuk mund të jetë e vërtet. Është e vërtet, tha Sara, dhe tani inati po fillonte të dilte. Jam fëmia që ti u largove prej. Jam arsyeja që nëna ime kaloi vite duke punuar 2 punë, duke sakrifikuar gjithçka, vetëm për të siguruar që unë të kisha një jetë të mirë. Artan e shikoi atë, dhe për herë të parë, Sara pa emocione të vërteta në fytyrën e tij. Ishte një përzierje shoku, pendese, dhimbjeje dhe diçkaje më të thellë. Fajmbase ose ndoshta vetëm frikë. Unë nuk e dija, tha ai më në fund me një zë plot vuajtje. Nuk e dija se ti ekzistone. Sigurisht që e dije, tha Sara, dhe tani inati po fillonte të dilte. Nëna ime ishte shtatzën, ti e dije, ti e braktise pikërisht prandaj sepse nuk deshe të përballesh me përgjegjësinë. Por unë mendova që mbas ajo do të, nuk e di, ndoshta aborti ose... Zëri i tij humbi. Ajo më mbajti, tha Sara duke ndërprer. Ajo më mbajti sepse më dashuroi më shumë se sa ti e friksoheshe përgjegjësisë. Ajo më rriti vetëm, me ndihmën e gjyshes sime, dhe ne jetuam, dhe ne u përpoqëm, dhe ne ishim të lumtura pavarësisht nga ti. Artan e mbuloi fytyrën me duar. Supet e tij filluan të dridhen, dhe Sara realizoi se ai po qante. Më vjen shumë keq, tha ai, zëri i tij mbytur. Zoti më ndihmoft, më vjen aq keq, bëra një gabim të tmerrshëm. Isha i ri, friksuar, egoisti, dhe ika sepse nuk dija si të përballoja. Dhe çdo ditë që nga ajo kohë kam jetuar me atë zgjedhje. Sara e shikoi këtë burr, baban e saj, teksa shkatërrohej para syve të saj. Një pjesë e saj donte të ndjente kënaqësi, të shihte se ai po vuante siç kishin vuajtur ajo dhe nëna e saj. Por një pjesë tjetër, një pjesë që nuk e kishte pritur, ndjente diçka tjetër. Keqardhje mbase, ose thjesht kuriozitet njerëzor për këtë njeri që kishte humbur aq shumë. Pse erdhe këtu? Pyeti Artani duke ngritur kokën dhe duke e shikuar me sy të kuq. Pse punove për mua? Pse nuk më the menjëherë kush je? Sepse doja të njoh, tha Sara. Doja të kuptoja se çfarë lloj njeriu je, nëse je monstri që kam imagjinuar në kokën time, apo diçka më e ndërlikuar. Dhe, çfarë gjete? Sara heshti për një moment. Gjeta një njeri që ka arritur shumë profesionalisht, por që ka humbur gjithçka në planin personal. Një njeri që jeton në një apartament të ftohtë, që punon gjithkohon sepse nuk ka asgjë tjetër. Një njeri që, për mendimin tim, tashmë po jeton me dënimin e zgjedhjeve të tij. Artani bëri një zë që ishte mes të qeshurit e të qarit. Ke të drejtë, plotësisht të drejtë. Kam gjithçka materialisht, por jam i zbrazët, i vetmuar. Dhe e di që është faji im. Çfarë dëshiron që të kem nga kjo? Pyeti Sara. Falje? Ndryshim miqësie? Një marrëdhënie? Artani e shikoi për një kohë të gjatë. Nuk pres asgjë. Nuk e meritoj asgjë. Por, nëse do të ma lejone, po, do të doja të njoh, të dija kush je, çfarë ke arritur. Edhe sikur të jetë vetëm kjo, edhe sikur të mos më flisni shmë kurrë pas kësaj. Sara ndjeu lot të rinj duke vërshuar,
Kjo nuk ishte ajo që kishte pritur. Kishte pritur justifikime, zemërim mbase, ose edhe refuzim total. Nuk ishte pritur pendim të sinqert. Nuk e di, tha ajo sinqerisht. Nuk e di çfarë dua. Kam imagjinuar këtë moment prej vitesh dhe tani që është këtu, nuk di se si të ndihem. Kuptohet, dhe çdo që vendosësh do ta respektoj. Nëse dëshiron që të mos të shoh më kurrë, do ta pranoj. Nëse dëshiron kohë për të menduar, do të pres. Çdo. Sara u ngrit. Duhet shkoj. Duhet mendoj për këtë. Sigurisht. Artani u ngrit gjithashtu duke qëndruar në një distancë respektuese. Sara, a mund të pyes vetëm një gjë? Ajo ndisi kokën. Si është ajo? Lena. Si është? Një buzëqeshje vogël e dhimbshme shfaqet në fytyrën e Sarës. Është e mrekullueshme. Është më e fortë gruaja që kam njohur ndonjëherë dhe më i dashur. Ajo dha gjithçka për mua dhe nuk u ankua kurrë, asnjëherë. Artani u ndisi kokën duke përpirur. E meritonte dikë më të mirë se unë. Po, e meritonte, tha Sara. Dhe me këto fjalë ajo u largua nga zyra duke lënë Artanin të qëndronte atje në heshtje, i rrethuar nga pesha e së kaluarës së tij. Ato natën, Sara shkoi në shtëpi. Nëna e saj dhe gjyshja e saj ishin në kuzhinë duke përgatitur darkë. Aroma e supës së perimeve mbushte ajrin, një aromë që e bënte Sarën të ndihej e sigurt, e shtëpisë. Mirë se erdhe zemra ime, thirrti Vjollca duke buzëqeshur. Si ishte puna? Mirë, tha Sara duke hequr xhaketën, por zëri i saj duke i largët, i çuditshëm. Lena e shikoi nga tavolina ku po preste perime. Ajo e njihte vajzën e saj. Diçka nuk ishte në rregull. A je mirë? Pyeti ajo. Sara ulmi një karrige duke vënë duart në tavolinë. Nën, duhet të flasim. Vjollca dhe Lena shkëmbyen një vështrim. Pastaj Vjollca tha: "Do të lë të flisni vetëm." Dhe me mençurinë e saj të heshtur ajo u largua nga kuzhina. Lena ur përballë vajzës së saj. "Çfarë ndodh?" Sara mori një frym të thellë. "Kam diçka për të thënë dhe nuk e di se si do ta marrësh." "Trego," tha Lena duke zënë dorën e saj. "Çfarëdo që është, mund të më thuash." "E gjeta," tha Sara but. "E gjeta Artanin." Lena ngriu. Emri që nuk kishte dëgjuar me zë të lartë për vite tani po jehonte në kuzhinën e saj. Dora e saj u shtrëngua rreth dorës së Sarës. "Ku? Si?" pyeti ajo. Dhe Sara ja tregoi gjithçka. Si e kishte gjetur, si kishte aplikuar për të punuar për të, si kishte kaluar muaj duke punuar pranë tij pa ja thënë kush ishte. Dhe më pas, finalen, si ja kishte treguar të vërtetën atë ditë. Lena i dëgjoi në heshtje. Fytyra e saj një përqendrim i emocionesh, shok, mëri, trishtim dhe diçka tjetër që Sara nuk arrinte të identifikonte. Kur Sara mbaroi, Lena nuk foli menjëherë. Ajo shikonte duart e saj të mposhtura mbi tavolinë duke përpunuar gjithçka që kishte dëgjuar. "Si ishte?" pyeti ajo më në fund. "Si dukej?" "I moshuar," tha Sara. "I lodhur, i vetmuar. Nuk ishte atë që imagjinova, nuk ishte i lumtur, i kënaqur me zgjedhjen që bëri. Dukej i zbrazët." Lena nisi kokën ngadalë. "Ndonjëherë ka menduar se çfarë ndodhi me të. Nëse ishte i lumtur, nëse e pendoi që iku, por e pushova së menduari para shumë vitesh. Ishte shumë e dhimbshme." "Ai e pendoi," tha Sara. "Ose të paktën kështu tha. Qau nën, e pash duke qarë. Dhe si të bëri këtë të ndihesh?" "Nuk e di," tha Sara sinqerisht. "Nuk e di nëse jam e njohrosur, e trishtuar, apo diçka tjetër tërësisht. E kam imagjinuar këtë moment prej vitesh dhe tani që ka ndodhur, jam thjesht e hutuar." Lena e tërhoqi vajzën e saj në krah. "E di, zemra ime, e di." Ato qëndruan kështu për një kohë, duke u përqafuar në heshtjen e kuzhinës, duke u ngushëlluar njëra tjetrën me sa ato kishin bërë për kaq shumë vite. Më në fund, Lena u tërhoq dhe e shikoi Sara në sy. "Çfarë dëshiron të bësh tani?"
Dëshiron ta njohësh, të kesh një marrëdhënie me të? Sara heshti. Nuk e di. Mendoj se një pjesë ime dëshiron, por pjesa tjetër është ende mërzitur, ende lënduar për atë që na bëri. Këto ndjenja janë plotësisht të vlefshme, tha Lena. Dhe çfarëdo që vendosësh, unë do të të mbështes. Nëse dëshiron ta njohësh, në rregull. Nëse dëshiron të mos e shohësh kurrë, edhe kjo është në rregull. Por ti? Pyeti Sara. Si të bën të ndihesh ti për këtë? Lena mendoi për një moment të gjatë. Nuk di nëse dua ta shoh. Ajo pjesë e jetës sime u mbyll para shumë vitesh, por nuk jam rënjërosur më. Jam vetëm e lodhur nga gjithçka që lidhet me të. Nëse ti dëshiron të kesh një marrëdhënie me të, nuk do të pengoj. Por nuk di nëse unë personalisht dua ta shoh. Sara nisi kokën. E kuptuar. Faleminderit që je aq i mirë për këtë. Shumë nëna do të ishin e njohur. Kam kaluar në për shumë për të qenë e njohur tani, tha Lena me një buzëqesh të vogël. Dhe di që kjo është historia jote, jo vetëm e imja. Ti ke të drejtë të marrësh vendimet e tua për babain tënd. Ato natën, Sara qëndroi zgjuar për orë të gjata, duke menduar për gjithçka. E ardhmja, duke i papritmas e pasigurt, e mbushur me pyetje që nuk ishte përgjigje të lehta. Javët që pasuan ishin të çuditshme për Sarën. Ajo dhe Artan filluan të takoheshin ngadalë, jo si baba dhe bija, por si dy huaj, që po përpiqeshin të njiheshin për herë të parë. Takimi i parë pas zbulimit ishte në një kafe të vogël në qendër të qytetit. Sara arritje para dhe ul pranë dritares, duke shikuar njerëzit që kalonin jashtë. Zemra i rrahte shpejt dhe duart i dridheshin lehtë teksa mbante filxhanin e kafes. Kur Artan hyri, ajo e pa menjëherë. Ai dukej më i vjetër se hera e fundit që i kishte parë, ose mbase ishte vetëm që tani po e shikonte me sy të ndryshëm. Nuk ishte më klienti i saj, ishte babai i saj, burri që e kishte braktisur. Ai ul përballë saj me ngurrim. Faleminderit që erdhe, tha ai but. Nuk isha e sigurt nëse do të vijem. Asu nuk isha e sigurt, pranoi Sara. Por vendosa që meritoj përgjigje të vërteta. Artan nisi kokën. Do të të them gjithçka që dëshiron të dish, çfarë do pyetje kem. Dhe Sara kishte shumë pyetje. Filloi me ato më të lehta, për jetën e tij pas largimit, për karrierën e tij, për zgjedhjet që kishte bërë. Artan u përgjigj me sinqeritet të dhimbshëm, duke mos u përpjekur të bukuros apo justifikohej. Pse braktise nënën time? Pyeti Sara më në fund, pyetja që kishte djegur brenda saj për vite. Artan mori një frym të thellë. Sepse isha një fëmijë frikëzuar që luante të ishte e rritur. Isha 25 vjeç dhe mendoja se e dija gjithçka. Mendoja se jeta ime do të shkatrohej nëse do të kisha një fëmijë. Ëndrat e mia, planet e mia, gjithçka dukej në rrezik. Dhe tani, a ishe i lumtur me zgjedhjen që bore? Ai qeshi me hidhërim. E lumtur? Jo, as për një moment. Kam arritur gjithçka që doja në karrierë, kam para, sukses, respekt, por çdo natë kur kthehem në atë apartament të zbrazët, e di që kam humbur gjën më të rëndësishme. Kam humbur ty, kam humbur mundësinë për të qenë baba, për të qenë pjesë e diçkaje më të madhe se vetja ime. Lotët filluan të rrjedhin në përfaqet e Artanit, dhe ai nuk u përpoq t'i fshihte. E di që kjo t'i ngëllon si vetkeqartje, dhe mbase është, por është e vërtet. Çdo ditë për 26 vite kam jetuar me atë zgjedhje, dhe çdo ditë e kam urryer veten pak më shumë për atë. Sara e shikoi këtë burr, këtë njerëz të thyer, dhe ndjeu diçka të ndryshonte brenda saj. Inati që kishte mbajtur kaq fort, po fillonte të zbehej, duke lënë vend për diçka më komplekse. Jo falje, jo ende, por kuptim mbase. Çfarë do bësh tani? Tani që e di që unë ekzistoj, që më ke takuar. Nëse do të më lejone, tha Artan me zë plot shprese të brishte, do të doja të jem pjesë e jetës tënde, në çfarëdo mënyre që pranon. E di që nuk mund të zvendçoj vitet e humbura. E di që nuk mund të jem baba në kuptimin tradicional. Por dua të provoj, dua të njoh, dua të shpaguaj edhe sikur të më duajnë 10 vite. Sara e shikoi për një kohë të gjatë. Pastaj tha: "Nuk do të jetë e lehtë. Kam shumë e ri, shumë pyetje, shumë dyshime. E di. Dhe nëna ime, ajo ka vuajtur më shumë se çdo kush.
Nëse dëshiron të jesh në jetën time, duhet të respektosh atë. Duhet të kuptosh se ajo është arsyeja që jam këtu sot. Absolutisht, tha Artan me njëherë. Lena ajo është heroinë në këtë histori. Unë jam thjesht frikacaku që iku, dhe nuk do të bëja kurrë asgjë për ta lënduar atë më shumë. Sara nisi kokën ngadalë. Atëherë mund të mundohemi. Ngadalë, hap pas hapi. Një buzëqeshje vogël shfaqet në fytyrën e Artanit. Buzëqeshja e parë e vërtet që Sara kishte parë tek ai. Faleminderit, tha ai, zëri i tij i thyer nga emocioni. Nuk e meritoj këtë, por faleminderit. Takimet e tyre vazhduan gjatë javëve dhe muajve të ardhshëm. Filluan të njiheshin, në mënyrën që një baba dhe një bi duhet të njiheshin që në fillim, por që ata po e bënin me 26 vjet vonesë. Artani i tregoi Sarës për jetën e tij, jo vetëm pjesët e mira, por edhe ato të këqijat. Ndarje të dhimbshme me shoqe që nuk mund të kuptonin pse ai ishte kaq i mbyllur emocionalisht. Miq që kishte humbur sepse nuk kishte kohë për ta. Net të vetmuara të kaluara duke punuar vetëm për të shpërqendruar mendjen nga pendimi. Sara ja tregoi për jetën e saj, rritjen në shtëpinë e vogël me nënën dhe gjyshen, sfidën e të qenit fëmijë pa baba në një shoqëri që shpesh pyeste pyetje të vështira, vendosmërinë që kishte zhvilluar për të provuar se ishte e mjaftueshme pavarësisht nga mungesa e tij. Ngadalë, shumë ngadalë, filloi të ndërtohej diçka midis tyre. Jo dashuria e menjëhershme prind-fëmijë, ajo ishte shumë e ndërlikuar për këtë, por një lidhje, një respekt, një kurioztari për njëri tjetrin që po rritej. 3 muaj pas takimit të tyre të parë, Sara doli me një propozim që e befasoi edhe vet. Dua që ti ta takosh nënën time, i tha ajo Artanit sa një darke. Artan pothuajse e la pirunin të binte. Je sigurt? Mendova që ajo nuk donte ta mshihte. Nuk e di nëse dëshiron, tha Sara sinqerisht, por mendoj që duhet, për mbyllje, për të dyja. Artan duke i friksuar, më i friksuar se sa Sara e kishte parë ndonjëherë. Çfarë nëse ajo më urren? Çfarë nëse nuk mund të më fal? Atëherë do ta pranosh, tha Sara thjesht, sepse e ka të drejtën ta të urrej, ka të drejtën të mos të fal, por të paktën do të ketë mundësinë ta të shoh, të dëgjoj se çfarë ke për të thënë dhe të vendos për vete. Ai nisi kokën ngadalë. Kur? Javën e ardhshme, të shtunën, do të vim në shtëpinë time. Lena nuk ishte e sigurt për këtë kur Sara ja propozoi. Ajo qëndroi në heshtje për një kohë të gjatë, duke shikuar nga dritarja e dhomës së ndenjës. Pse? Pyetja jo më në fund. Pse dëshiron që të takoj? Sepse ai dëshiron të të kërkoj falje, tha Sara. Dhe mendoj që ti meriton ta dëgjosh atë. Jo për të, por për ty, që të mund të mbyllësh këtë kapitull plotësisht. Lena ktheu kokën dhe shikoi vajzën e saj. Në sytë e Sarës, ajo pa diçka që nuk e kishte parë prej shumë kohësh. Paqe. Takimet me Artanin, sa do të vështira të ishin, i kishin dhënë Sarës diçka që kishte nevojë. Përgjigje, mbyllje. Në rregull, tha Lena më në fund. Do ta takoj, por jo për të, për ty. Të shtunën në orën 5 pasdite, Artani erdhi në shtëpinë ku dikur kishte jetuar me Lenën, shtëpinë që kishte braktisur atë natë me shi. Duart i dridheshin teksa trokiti në derë. Sara hapi derën. Mirë se erdhe, tha ajo. Por zëri i saj ishte i tensionuar. Ajo është në dhomën e ndenjës, gjyshja ime është në dhomën e saj, deshi të na jap privatësi. Artani nisi kokën dhe hyri. Korridori dukej një lloj, por gjithçka tjetër ishte ndryshuar. Shtëpia ishte mbushur me fotografi të Sarës, fëmijëri, shkollë, diplomim, një jetë e plot që ai kishte humbur. Lena qëndroi me shpinë kur ata hynë në dhomën e ndenjës. Ajo po shikonte nga dritarja, trupi duke i përpikt, gati për sulm ose arratisja. Nën, tha Sara but. Ai erdhi. Ngadalë, shumë ngadalë, Lena u kthyre. Dhe për herë të parë në 26 vjet, Lena dhe Artani ishin përsëri në të njëjtën dhomë. Artani mendoi se do ta njihte menjëherë, por gruaja që qëndronte para tij ishte njëkohësisht e njohur dhe e huaj. Lena kishte moshuar natyrisht. Flokët e saj kishin fije të bardha dhe fytyra e saj kishte vijat e kohës dhe mundit. Por syt ishin të njëjtë.
Ato sy që dikura e kishin shikuar me dashuri, tani e shikonin me një përzierje emocionesh që ai nuk mund t'i lexonte plotësisht. Lena, thaj, dhe emri i saj doli si një pëshpërim. Faleminderit që më le të vi. Lena nuk foli me njëherë. Ajo e studiuan me një shprehje të pashpregur. Pastaj, tha, duket sikur kohat ka qenë miqësore. Kishte një thënder të lehtë në zërin e saj, një hidhërim që nuk mund të fshihej plotësisht. Jo më shumë se sa ki qenë ty, u përgjigj Artani. Duket sikur je mirë. Jam bjetuar, tha Lena thjesht, siç duhet kur nuk e zgjedhje tjetër. Heshtja që u vendos ishte e pezulluar, e tensionuar. Sara qëndroi pranë, gati të ndërhynte nëse gjërat bëshin shumë intensive. Dëshiroja të them se më vjen shumë keq, filloi Artani, zëri i tij i thyer. E di që këto fjalë janë të pamjaftueshme, e di që asgjë që them nuk mund ta kompensojë atë që bëra, por duhet ta them. Më vjen shumë keq për atë që të bëra, për atë që u bëra juve të dyjave. Lena kryqëzoi krahët. Pse erdhe këtu Artan, pas gjithë këtyre viteve? Pse tani? Sepse Sara më gjeti, dhe sepse më në fund kam kurajo të përballem me atë që kam bërë. Doja të kërkoj falje, jo sepse shpresoj që do të më falësh, nuk e meritoj këtë, por sepse ti meriton ta dëgjosh. Meriton të dish që çdo ditë që nga ajo natë e kam penduar zgjedhjen time. Pendim? Zëri Lenës u ngrit pak. Ti e pendon? A e di çfarë bëra unë ndërsa ti po pendoje? Kam lindur vajzën tonë vetme në një spital të ftohtë, me vetëm nënën time pranë. Kam punuar 2 punë për vite, vetëm për të siguruar që ajo të kishte ushqim në tavolinë dhe rroba në shtëpinë. Kam qarë çdo natë për muaj të tërë, duke u pyetur çfarë kisha bërë gabim, pse nuk isha e mjaftueshme që ti të qëndroje. Lotët filluan të rrjedhin nga sytë e saj tani. Vitet të mbajtjes së brendshme po derdhen. Por e di çfarë? Vazhdoi ajo, zëri duke u thyer. Një ditë ndalova së qari, ndalova së pyetur i veten, sepse realizova që ti nuk ja vlen, që nëse je aq i dobët sa të ikësh nga përgjegjësia jote, atëherë ne ishim më mirë pa ty. Dhe kisha të drejtë. Ngritëm një vajzë të mrekullueshme, një vajzë fortë, inteligjente, të dashur, dhe e bëm pa ty. Artani qëndroi atje, duke pranuar çdo fjalë si goditje që meritonte. Lotët rrjedhin lirshëm nga fytyra e tij. Ke plotësisht të drejtë, tha ai, për gjithçka. Dhe Sara është e mrekullueshme, jo për shkakun tim, por për shkakun tënd. Sepse ti ishe e fortë kur unë isha i dobët. Sepse ti e dashurove kur unë ika. Ti je heroinë në këtë histori, Lena. Gjithmonë ke qenë. Lena fshiu lotët, duke u përpjekur të rifitonte kontrollin. Çfarë dëshiron nga unë, Artan? Falje? Mirëkuptim? Jo, tha ai menjëherë. Nuk pres asnjërin. Thjesht doja që ti ta dish se e di se çfarë kam humbur dhe çfarë ke bërë ti. Dhe që nëse ekziston ndonjë mënyrë që mund të shpaguaj, jo ndaj teje, sepse asgjë nuk mund ta bëj këtë, por ndaj Sarës, dëshiroj të mundohem. Lena e shikoi për një kohë të gjatë. Pastaj tha diçka që befasoi të gjithë në dhomë. Nuk të falende. Mbase nuk do të fal kurrë, por Sara duket se po gjen diçka nga marrëdhënia juaj, dhe nëse kjo e ndihmon atë, atëherë nuk do të pengoj. Por bëje këtë qartë. Nëse e lëndon përsëri, nëse zhduket përsëri, nuk do të ketë mundësi të tretë. Artan nisi kokën me vendosmëri. Kuptoj, dhe premtoj që nuk do ta zhgënjej, as ty, as atë. Sara, që kishte qëndruar në heshtje gjithë këtë kohë, tani foli. Faleminderit nën, e di sa e vështirë ishte kjo. Lena e tërhoqi vajzën e saj në krah. Gjithçka për ty, zemra ime. Gjithmonë. Takimi nuk zgjati shumë gjatë. Ishin thënë gjërat që duhet të thuheshin. Artan u largua me një peshë pak më të lehtë në shpatulla, por duke e ditur që rruga drejt shpagimit do të ishte e gjatë. Muajt që pasuan ishin një udhëtim zbulimi për të gjithë. Artan filloi të bëhej një prezencë më e rregullt në jetën e Sarës. Nuk ishte babai tradicional, nuk mund të ishte, por ishte diçka, një këshilltar, një mik, dikush që ju interesonte vërtet. Ai filloi duke i treguar Sarës për biznesin e tij,
duke i dhënë këshilla për karrierën e saj. Sara, nga ana e saj, e sfidonte atë të mendojë më tej se puna, të shohë jetën në mënyrë më holistike. Pse nuk e familja? E pyeti ajo një ditë, drejt për drejt, si gjithmonë. Artan heshti. Ka munduar, 2 herë në fakt, por kur nuk funksionoi. Mendoj që një pjesë e meja gjithmonë ishte e mbyllur, shumë e friksuar për t'u lidhur plotësisht. Frika që më bëri të iki prej teje dhe nënës tënde nuk shkoi kur plotësisht. Dhe tani? Tani? Ai buzëqeshi me trishtim. Tani jam shumë i vjetër për të filluar një familje tradicionale. Por kam ty. Dhe nëse do të më lejosh, kjo do të më mjaftonte. Nëna e Lenës, Vjollca, vdiq atë vjesht. Ishte moshuar dhe e lodhur, dhe trupi i saj thjesht u da. Sara dhe Lena ishin pranë saj kur ndodhi, duke mbajtur duart e saj teksa merrte frymën e fundit. Ishte një humbje e thellë. Vjollca ishte shtylla që i kishte mbajtur të dyja për kaq shumë vite. Pa të, shtëpia dukej më e madhe, më e zbrazët. Në funeral, Artan erdhi. Ai qëndroi në pjesën e pasme, duke respektuar distancën. Por pas ceremonisë, ai ju afrua Lenës. Më vjen keq për humbjen tënde, tha i butë. Vjollca ishte një grua e jashtëzakonshme. Lena e shikoi me befasi. E njohe? Jo personalisht, por Sara më ka treguar për të, për gjithçka që bëri për ju. Dëshiroja thjesht të them se bota humbi dikë të veçantë. Për herë të parë që nga takimi i tyre, Lena u butësua pak ndaj tij. Faleminderit, tha ajo. Do të thot shumë. Ishte një moment i vogël, por i rëndësishëm. Një hap i vogël drejt diçkaje që nuk ishte falje, por ndoshta pranimi. 2 vjet pas takimit të tyre të parë, Sara ja propozoi Artanit diçka të papritur. Dua të bëj një projekt, tha ajo. Dua të shkruaj historinë tonë, tënden, timen, të nënës, të gjitha. Ajo u kthye për të shikuar nënën e saj. Më e rëndësishmja, ka mësuar nga nëna ime se çfarë do të thotë vërtet forca. Ajo nuk është kur të mos biesh, është të ngritesh çdo herë që bie. Është të vazhdosh të ecësh përpara edhe kur rruga është e errët dhe e vështirë. Është të dashurosh pa kushte, edhe kur bota të ka dhënë çdo arsye për të mos besuar në dashuri. Lena po qante tani, por ishin lot krenarie, jo dhimbjeje. Sot, qëndroj këtu si provoj se çfarë është e mundur, vazhdoi Sara. Që familjet mund të shërohen edhe kur janë të thërmizuara, që pendimi mund të çojë në ndryshim të vërtet, kur është i sinqert dhe i mbështetur me veprime, që dashunia e një nëne mund të mposhtë çdo pengesë. Ajo mori një frymë të thellë, por gjithashtu qëndroi këtu për t'i thënë atyre që kanë bërë gabime, atyre që kanë ikur, që kanë braktisur, që kanë lënduar, se nuk është kurrë shumë vonë. Nuk është kurrë shumë vonë për t'u përballur me të shkuarën tuaj, për t'u kërkuar falje, për t'u munduar të bëni gjën e duhur. Rruga do të jetë e vështirë dhe ndoshta nuk do të merrni faljen që shpresoni, por së paku do të jetoni me dinjitet, duke ditur që keni munduar. Duartrukitet shpërthyen në sallë kur ajo mbaroi. Njerëzit u ngritën në këmbë, duke i dhënë një ovacion që zgjati disa minuta. Por Sara shikonte vetëm 2 njerëz, nënën dhe babain e saj, që kishin kaluar një udhëtim kaq të gjatë dhe të dhimbshëm për të arritur në këtë moment. Pas konferencës, të 3 dolën për darkë. Ishte një mbrëmje e bukur pranvere dhe ata zgjodhen një restorant të vogël me tavolina jashtë. Jam kaq krenar për ty, tha Artani, duke shikuar Sarën me admirim. Fjalimi yt ishte jashtëzakonshëm. Ishte e vërteta. Historia jon e treguar sinqerisht. Lena zgjati dorën dhe zuri dorën e vajzës së saj. Ti na ke dhënë një dhuratë të madhe. Mundësinë të shërohem, të gjithëve. Artani heshti për një moment, pastaj tha diçka që befasoi të dyja. Lena, e di që nuk e meritoj dhe e di që ka kaluar shumë kohë, por a mund ta kërkoj falje? Jo vetëm me fjalë, por vërtet, nga zemra ime në tënden, për atë që të bëra, për dhimbjen që shkaktova, për vitet që humbe. Lena e shikoi për një kohë të gjatë.
Në sytë e saj kaluan 1000 emocione, mëri, dhimbje, kujtime, por gjithashtu diçka më e butë, pranimi, mbase, ose fillimi i faljes. E di që je i pendesuar, tha ajo më në fund, zëri i saj i butë, por i qëndrueshëm. E kam parë në gjithçka që ke bërë me Sarën këto vite, dhe edhe pse nuk mund të them që të fal plotësisht, sepse disa plag janë shumë të thella, mund të them që nuk jam e mërzitur. Dhe kjo është diçka. Artan nisi kokën duke fshirë lotët që filluan të rrjedhin. Faleminderit, është më shumë se sa meritoj. Sara shikoi prindrit e saj, dy njerëz që dikur ishin të dashuruar, pastaj të coptuar nga ndarje dhe tradhtim, dhe tani ishin duke gjetur një lloj paqe që asnjëri nuk kishte menduar se ishte e mundur. E dini çfarë mendoj sa Sara, duke buzëqeshur nëpër lot? Mendoj që jemi një familje, jo tradicionale, jo e përsosur, por e jona, dhe kjo është e mjaftueshme. Koha vazhdoi të ecte, duke sjellë ndryshime dhe rritje. Sara u bë një avokate e njohur, e specializuar në të drejta familjare. Ajo përfaqësonte shpesh nëna beqare dhe fëmijë të braktisur, duke u dhënë zërin që ajo dhe nëna e saj kishin nevojë një herë. Artan u tërhoq nga biznesi në moshën 70 vjeç. Për herë të parë në jetën e tij, ai ndaloi së punuar gjithkohën dhe filloi të jetonte vërtet. Kalonte kohë me Sarën, duke ndërtuar memorie që kishin humbur. Ata udhëtonin bashk, diskutonin për libra dhe filma dhe ngadalë ndërtonin atë lidhje që kishte munguar për kaq shumë vite. Por ndryshimi më befasues erdhi me Lenën. Ajo dhe Artan, nëpërmjet takimeve të vazhdueshme për shkak të Sarës, filluan të zhvillonin një marrëdhënie të re. Nuk ishte dashuri. Ajo derë ishte mbyllur përgjithmonë, por ishte miqësi, respekt dhe një kuptim i thellë i asaj që secili kishte vuajtur. Një ditë Artan e ftoi Lenën për kafe, vetëm të dy. Kjo është e çuditshme, tha Lena me një buzëqeshje të vogël ndërsa uli. E di, pranoi Artan, por doja të flisja me ty, pa Sarën. Vetëm ne. Lena e shikoi me kuriozitet. Për çfarë? Doja të falenderoj, tha ai, për vajzën që rrite, për gruan e mrekullueshme që ajo u bë. Gjithçka që ajo është, mençuria, dashuria, forca e saj vjen nga ti. Lena ndjeni një ngrohtësi në gjoks. Ajo është e saj, unë vetëm i dhash mundësi. Ti i dhe shumë se mundësi. I dhe një shtëpi plot dashuri, sigurin që ajo ishte e vlefshme, forcën për të besuar në veten e saj. Këto janë dhurata që asnjë para nuk mund të blejë. Ata qëndronin në heshtje për një moment, duke pirë kafen e tyre. Pastaj Lena tha diçka që e befasoi edhe vet. Ai di se çfarë është e çuditshme. Për vite mendova se sikur të isha më e mirë, më e bukur, më interesante, ndoshta do të kishe qëndruar. Fajsoja veten për largimin tënd. Lena, jo. Ajo e ndaloi duke ngritur dorën. Lërëm të mbaroj. Por me kalimin e kohës realizova diçka. Largimi yt nuk kishte të bënte me mua. Kishte të bënte me ty, me frikën tënde, me papjekurinë tënde, me pa aftësinë tënde për të përballur me realitetin. Dhe kur e kuptova këtë, më në fund u lirova. Nuk ishte faji im. Kur nuk ishte qenë. Artan i ngriti kokën, sytë e tij plot lot. Ke plotësisht të drejtë, dhe më vjen keq që më duhej aq shumë kohë për ta kuptuar këtë. Por je liruar, dhe jam kaq i lumtur që e bëre. Kur Sara mësoi për këtë takim, u mbush me një kënaqësi të thellë. Prindrit e saj ishin gjetur paqe, jo me njëri tjetrin, në mënyrën që dikur kishin shpresuar, por në një mënyrë më të thellë, më të vërtetë. Kur Sara ishte 33 vjeç, ajo erdhi te Lena me lajme. "Nën," tha ajo, syt duke shkëlqyer. "Jam shtatzën." Lena ngriti duart në gojë, lotët filluan të rrjedhin menjëherë. "O zemra ime, kjo është e mrekullueshme." Ato u përqafuan, duke qeshur dhe qarë njëkohësisht. Pastaj Lena u tërhoq dhe e shikoi vajzën e saj me një shprehje serioze. "Do të jesh nënë e jashtëzakonshme," tha ajo. "E di këtë." "Shpresoj të jem gjysma aq e mirë sa ti," tha Sara. "Do të jesh edhe më e mirë," tha Lena me bindje, "sepse do të kesh atë që unë nuk kisha, përvojën time për të mësuar prej,
dhe nuk do t'jesh e vetme, kurrë. Kur Sara ja tha lajmin Artanit, ai u emocionua aq shumë sa mezi mund të fliste. Do t'i jem gjysh? Pyetja i zëri plot mrekulli. Po, tha Sara duke buzëqeshur. Do t'i jesh gjysh. Ai e përqafoi fort duke qarë hapur. Nuk e meritoj këtë. Këtë mundësi të dytë. Këtë shans për të qenë pjesë e diçkaje kaq të bukur. Të gjithë meritojnë mundësi të dyta, tha Sara but. Kur i punojmë për to? Kur i fitojmë? Gjatë muajve të shtatzanis, Artani ishte një prezencë konstante. Ai dilte me Sarën në vizitat e mjekut kur bashkëshorti i saj nuk mund të shkonte. Ai ndihmonte të përgatisnin dhomën e fëmijës. Ai lexonte libra për si të jesh gjysh i mirë, duke marrë shënime me seriozitet. Një ditë, Sara i gjeti duke qarë në dhomën e foshnjës që po përgatiste. Çfarë ndodh? Pyeti ajo me shqetësim. Asgjë e keqe, tha ai duke fshirë syt. Vetëm po mendoja se sa fat kam, që më dha mundësinë të jem këtu, që nuk më humbe përgjithmonë. Sara ul pranë tij. Ti erdhe kur u thire, kur prezantove veten dhe punove çdo ditë për të treguar që kishe ndryshuar. Kjo është arsyeja pse je këtu. Fëmia, një djalë të bukur që e quajtën Arian, lindi një mëngjes të qetë pranvere. Kur Lena dhe Artani erdhën në spital për ta takuar për herë të parë, emocionet ishin të pabesueshme. Lena e mori nipin e saj në krah, duke e shikuar me një dashuri që e mbushi plotësisht. Mirë se erdhe voglushi im, përshpëriti ajo. Artan qëndroi pak më prapa duke e shikuar skenën me një përzierje admirimi dhe pendimi. Kjo ishte ajo që ai kishte humbur me Sarën, momenti kur një gjysh mban nipin, kur një familje bëhet më e madhe. Përpastaj Sara e thiri. Artan, eja, dua që ti ta mbash. Ai u afrua me ngurim. Kur Sara ja dorëzoi foshnjën, duart e tij dridheshin, por kur shikoi në fytyrën e vogël të Arianit, diçka brenda tij shëroi më së fundi. Premtoi, përshpëriti ai ndaj fëmijës, që do të jem këtu për ty, gjithmonë. Nuk do të bëj gabimet që bëra me nënën tënde. Do të jem gjyshi që ti meriton. Sara dhe Lena shkëmbyen një vështrim, të dyja me lot në sy. Rrathi jetës kishte përfunduar. Gabimi që një herë kishte thyer një familje, tani po ndiqet nga një fillim i ri, një mundësi për të bërë gjërat siç duhet. 5 vjet më vonë Artani u sëmur. Ishte një sëmundje serioze dhe doktorët nuk ishin optimist. Ai kishte muaj, ndoshta një vit në varësi të trajtimit. Sara dhe Lena ishin pranë tij gjatë gjithë procesit. Sara shkonte çdo ditë në spital, duke kaluar orë duke folur me të, duke i lexuar, duke siguruar që të mos ndihej i vetmuar. Lena vinte më pak shpesh, por kur vinte, ishte e ëmbël, e mirë, duke sjellur lule dhe buzëqeshje. Një ditë, kur Artani ishte veçanërisht i dobët, ai tha Lenës diçka që e befasoi. Doja të them se të kam dashuruar gjithmonë, tha ai me zë të dobët. Edhe kur ika, edhe gjatë gjithë atyre viteve, thjesht isha shumë frikacak për ta pranuar. Elena zuri dorën e tij. E di, edhe në një mënyrë të çuditshme, mendoj që edhe unë të kam dashuruar. Jo burrin që më braktisi ka mësuar ta lat personin shkoj, por njeriu që je bër, njeriu që punoi aq shumë për të shpëguar gabimet e tij. Kam qenë aq me fat që ti dhe Sara më dhat mundësinë, tha ai. Ne të gjithë ishim me fat, tha Lena, sepse mësuam diçka të rrallë, që njerëzit mund të ndryshojnë, që dashuria mund të shërojë edhe plagët më të thella, që familja është jo ajo që lind, por ajo që ndërton. Artan vdiq një mbrëmje dimri, i qetë dhe i rrethuar nga dashuria. Sara dhe Lena ishin pranë tij duke mbajtur duart e tij ndërsa merrte frymet e fundit. Në funeral, Sara foli para një salle të mbushur me njerëz, kolegë nga puna, miq që Artan kishte bërë gjatë viteve të fundit, dhe natyrisht familja e tij, Lena, Sara, bashkëshorti i Sarës dhe Ariani që tani ishte një djalë 6 vjeçar, plot jetë. Baba im nuk ishte i përsosur, filloi Sara. Bëri gabime të mëdha, gabime që lënduan njerëzit që duhet i donte më shumë. Por bëri diçka që shumë njerëz nuk kanë guxim ta bëjnë. U përball me gabimet e tij, nuk u fsheh prej tyre, nuk u justifikua,
Thjesht pranoi përgjegjësinë dhe punoi çdo ditë për të qenë më i mirë. Ajo shikoi nga arkivoli ku trupi i Artanit qëndronte. Në vitet e fundit të jetës së tij, ai gjeti diçka që kishte munguar gjithmonë: lidhje të vërteta, dashuri, qëllim. Dhe edhe pse vdiq me disa pendime, vdiq duke ditur që ishte dashuruar dhe falur. Dua të bëj një projekt, tha ajo. Dua të shkruaj historinë tonë, tënden, të imen, të nënës, të gjitha. Artan duke i befasuar: pse? Sepse mendoj që ka fuqi në të, ka mësim, ka diçka që njerëzit e tjerë mund të mësojnë prej saj, për gabime, për pendim, për falje, për forcën e një nëne, për udhtimin e një fëmije që rritet pa një prind. Ai mendoi për këtë. Do t'jetë e dhimbshme të rishikoj gjithçka. E di, por a nuk mendon që e meritojmë ta tregojmë? Jo për ne, por për të tjerët që mund të jenë në situata të ngjashme. Artani tundi kokën ngadalë. Nëse ti mendon se duhet, atëherë do ta bëj. Do t'jem plotësisht i sinqert, pavarësisht se sa e turpshme është e vërteta. Sara i foli Lenës për këtë atë mbrëmje. Nëna i saj ishte hezituese në fillim. Nuk e di nëse dua që bota ta di historinë tonë, tha ajo. Është kaq personale, kaq private. E di, por mendoj për gjithë gratë e tjera që janë në pozitën ku ti ishe, të vetme, të friksuara, të braktisura. Mbase historia jote mund t'u jap shpresë, mund t'ju tregoj që mund të dalësh nga ana tjetër. Lena e shikoi vajzën e saj, gruan e fortë, të bukur që ajo kishte rritur, dhe ndjeu një krenari që e mbushi tërësisht. Në rregull, tha më në fund. Le ta tregojmë, le t'i ndihmojmë të tjerët, nëse mundemi. Gjatë muajve të ardhshëm, Sara dokumentoi gjithçka. Intervistoi nënën e saj, duke dëgjuar histori që nuk i kishte dëgjuar kurrë më parë. Detaje të natës kur Artan iku, ditëve të errta që pasuan, frikës dhe pasigurisë që kishte ndjerë. Intervistoi Artanin duke dëgjuar anën e tij të historisë, frikën që e kishte shtyrë të ikë, vitet e pendimit që pasuan, zbrazëtin që e kishte ndjekur kudo që shkoi. Dhe ajo shkroi për veten, për përvojën e saj duke u rritur pa një baba, pyetje që kishte pasur, dhimbjen që kishte ndjerë, por gjithashtu dashurinë që e kishte rrethuar dhe forcën që kishte gjetur. Kur mbaroi, historia ishte e plotë. Ishte e ndershme, e dhimbshme, por gjithashtu e mbushur me shpresë. Ishte dëshmia e asaj që njerëzit mund të durojnë dhe si mund të gjejnë rrugën drejt shërimit edhe kur duket e pamundur. Sara vendosi ta publikonte si një esej të gjatë online. Brenda javëve ajo u bë virale. Mira njerëz e lexuan dhe u prekën. Nënat beqare shkruan për të thënë faleminderit për frymëzimin. Burra që kishin braktisur familjet e tyre shkruan duke kërkuar këshilla se si të ribashkoheshin. Të rinj që jetonin me pyetje për prindërit e tyre mungesë, gjetën ngushëllim në fjalët e Sarës. Historia nuk ishte thjesht e tyre më. Ishte bërë diçka më e madhe. Një udhërrëfyes, një burim shprese, një kujtesë se edhe në situatat më të vështira, shërimi është i mundur. 5 vjet pas takimit të tyre të parë, Sara organizoi një darkë. Ftoi nënën e saj dhe Artanin. Herën e parë që të tre do të uleshin bashkë në një tavolinë për një vakt. Tensioni ishte prekshëm në fillim. Lena dhe Artan ishin takuar vetëm disa herë që nga takimi i tyre i parë, dhe gjithmonë me Sara si ndërmjetëse. Por këtë herë, Sara donte diçka më shumë. Dua që të jem një familje, kishte thënë ajo. Jo në mënyrën tradicionale. E dije që kjo nuk është e mundur, por në mënyrën tonë, në mënyrën që funksionon për ne. Darka filloi me ngurim. Bisedat ishin të shkurtra, të kufizuar në tema të sigurta. Por pastaj, diçka ndryshoi. Artan filloi të tregonte një histori për një gabim që kishte bërë në punë. Dhe Lena, për befasin të gjithëve, qeshi. Ishte një tingull i bukur, i papritur.
dhe ai hapi portën për diçka më shumë. Ata filluan të flasin, vërtet të flasin, jo vetëm për të shkuarën, por për të tashmen, për jetën, për ëndrat, për planet për të ardhmen, dhe ngadalë, shumë ngadalë, muret që kishin ndërtuar rreth zemrave të tyre filluan të coptoheshin. Në fund të mbrëmjes, ndërsa Sara po pastronte tavolinën, ajo i dëgjoi nënën dhe baban duke folur në dhomën e ndenjës. Nuk ishin miq, jo ende, por nuk ishin marrë miq. Ishte një fillim, dhe ndonjëherë një fillim ishte gjithçka që nevojitej. 8 vjet pas asaj nate kur Sara kishte treguar identitetin e saj të vërtet, ajo qëndroi në skenën një konference të madhe juridike. Ishte ftuar për të folur për rrugëtimin e saj, për historinë e saj, për mësimet që kishte mësuar. Salla ishte mbushur me qindra njerëz, avokat, student, profesionist. Lena dhe Artan ishin në radhën e parë, duke unur pra njëri tjetrit. Ishte një pamje që Sara nuk e kishte imagjinuar kur do të shihte. Historia ime nuk është tradicionale, filloi Sara, zëri e saj fort dhe i qartë. Babai im më braktisi përpara se të lindja. Nëna ime më rriti e vetme, me ndihmën e gjyshes time. Për vite kisha pyetje që nuk kishin përgjigje. Kisha dhimbje që nuk mund të shërohet plotësisht. Salla ishte plotësisht e heshtur, çdo sy i përqendruar tek ajo. Por pastaj, diçka ndodhi. E gjita babain tim, jo sepse ai më kërkoi, por sepse unë vendosa ta gjej. Dhe ajo që zbulova nuk ishte monstri që kisha imagjinuar. Ishte një njeri i thyer, i mbushur me pendim, duke jetuar me pasojat e zgjedhjeve të tij. Ajo bëri një pauzë, duke shikuar direkt te Artan. Ai kishte lot në sy për buzëqeshte. Udhëtimi ynë drejt shërimit nuk ka qenë i lehtë. Ka pasur momente zemërimi, dhimbjeje dhe dyshimi, por ka pasur edhe momente kuptimi, dashurie dhe rritjeje. Ka mësuar që falja nuk është një ngjarje vetme, është një proces, dhe çdo ditë zgjedhin të vazhdojmë atë proces. Ajo u kthye për të shikuar nënën e saj. Më e rëndësishmja ka mësuar nga